Gjykata kushtetuese rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike, e cila kërkoi që të shpallej i papajtueshëm me kushtetutën vendimi i kuvendit për mosdërgimin në këtë gjykatë mocionit që lidhej me papajtueshmërinë e mandatit të deputetit socialist Vullnet Sinaj. Sipas gjykatës kushtetuese, marrja e një vendimi mbi mandatin e Vullnet Sinajt nuk ka vlerë 6 muaj përpara mbarimit të mandatit. Padia e firmosur nga 14 deputet PD-s u depozitua në kushtetuese më 5 mars, vetëm pak ditë para tejkalimit të afatit. Ligji për funksionimin e gjykatës kushtetuese parashikon se kërkesa për papajtueshmëri të funksionit të deputetit mund të paraqitet në gjykatën kushtetuese për sa kohë vazhdon mandati i deputetit, por jo më vonë se 6 muaj para përfundimit të mandatit. Mandati i deputetëve aktual të kuvendit përfundon në shtator, kur edhe pritet betohen 140 deputetë të rinj që dolën në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Si rrjedhoi mocioni i papajtueshmërisë së mandatit për deputetin Sinaj nuk mund të shqyrtohej nga gjykata kushtetuese pas datës 10 mars. Vullnet Sinaj më 30 janar u mbrojt nga socialistët në kuvend, të cilët votuan kundër dërgimit për interpretim në gjykatën kushtetuese të mandatit të kolegut të tyre. Në një sallë gjysmë të boshatisur, mazhoranca e rrëzoi me 61 vota kundër dhe 12 abstenim, ku në mesin e votave kundër ishte edhe ajo e deputetit të PD-s Bujar Leskaj. Provat e sjella në mocion ishin disa fatura blerjesh nga institucione publike pranë rrjetit të supermarketeve Big Market në pronësi të Sinajt, që kapin shifrën 3.6 milion lekë të reja. Por ndërkohë mocioni i papajtueshmërisë i firmosur nga deputetët e opozitës u shqyrtua në Këshillin e Mandateve dhe Rregullores, që më datë 20 nëntor të vitit kaluar dhe prej rreth 2 muaj kryetaria e kuvendit Elisa Spiropali nuk e thiri një mbledhje tjetër të këtij këshilli për të vijuar me procedurat. Pra Vullnet Sinaj i shpëtoi mandatit në radhë parë nga zvarritja e Elisa Spiropalit deri në dërgimin në kuvend për votim, por edhe nga vonesa e kreut të grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi, i cili e dërgoi Padi në gjykatën kushtetuese vetëm 5 ditë para përfundimit të afatit kushtetues, duke ngritur një rol të dyshim të tij. Siç thekson në artikullin e tij Bold News, kjo është hera e dytë që te Gazmend Bardhi ngrihen dyshime për teknikalitetet që i shpëtojnë mandatet socialistëve. Hera e parë ishte me Olta Xhaçkën. Më konkretisht, kur ishte pjesë e grupit Ali Beaj, Bardhi dërgoi një padi në kushtetuese vetëm me firmat e 14 deputetëve të opozitës, 1/10 së parlamentit, pjesë e grupit Ali Beaj për të rikthyer çështjen e mandatit të Xhaçkës në parlament. Kjo padi u pranua, por në këtë mënyrë gjykata kushtetuese i hoqi të drejtën vetes për të shqyrtuar një tjetër kërkesë, të hartuar nga 28 deputetë opozitar 1/5 e parlamentit, të atashuar me Sali Berishën, që kërkonin shpalljen e pavlefshme të mandatit të Olta Xhaçkës pa marrë miratimin e kuvendit. Për këtë kërkesë të dytë, gjykata kushtetuese vendosi pushimin e gjykimit për shkak se tashmë çështja ishte rikthyer në parlament dhe historia vijoi më pas me ngritje kartonash të kuq nga deputetët socialistë me urdhër të Edi Ramës për të mbrojtur Olta Xhaçkën.